Kushdo që flet në këtë parlament, minimumi duhet mbaj përgjegjësi për fjalët që thot. Në konferencën e kryetarëve, unë kam qëndruar gjatë gjithë kohës diskutimeve, kam folur dhe për komisionet hetimore dhe mbas diskutimit jam larguar për të drejtuar një komision tjetër. Po pak rëndësi ka se këtu parlament çfarë nuk po thuhet e nuk mban njëri përgjegjësi, jo më për gënjeshtrat. Së dyti, i kemi kërkuar në konferencë kryetarëve listën e ligjeve, nuk është publikuar, pa ajo lista atje me 23 ligje është asgjë krahasuar me votën kundër imunitetit të zëvendës kryeministres. Ajo është vota që duhej për integrimin. Vota për imunitetin e zëvendës kryeministres, ajo sot po e mban peng procesin. Lista me 23 ligje, në qoftë se do ishte ndarë me opozitën, do ishte diskutuar me opozitën, sigurisht ashtu siç është bërë në disa fusha të caktuara, sigurisht që do kishte pas debat, do diskutoni me kundërshtit tona, do ishte mbështetur ose jo, është çështje tjetër. Po kjo është histori. Sot Shqipërinë po e mban peng ajo vota kundër imunitetit Belinda Ballukut. Ai është problemi kryesor. Pastaj këto lista që tunden këtu në parlament për retorik boshe, për politikë të ditës, janë thjesht gënjeshtrat e radhës sa për të kaluar edhe ditën e punës sot. Faleminderit.